Drenorit. Patjetër, urdhra. Për me dekonspiru. Po nëse i bën pyetje ky pastaj flet. Për me dekonspiru, për me Unë jam këtu i thirrur dhe madje me kontroll. Për me dekonspiru kush është bllokuesi. Fjala bllokues s'kam çfarë me përdor, po përdor kalim. Kush pengon me pos vazhdimsi institucionet. Pse nuk po e bën presidenti Vjosa Osmanin? Po ç'si ka votat, veç si ka votat. Jo, i ka votat. Pse si ka votat? Po nuk i ka votat se ka. Ai po thot 66 i kam. LDK-ja nuk ka harmoni në 15-shën e vet. LDK-ja u deklaru që i ka votat për Vjosa Osmanin, po bojnë 81. Janë deklaru edhe 2 tjerë. E pra na ku për hajër pros, pas me fije në problemet, se momenti që të bëhen këto vota, se PDK-ja u vet largu prej procesit, sepse tha jo, masi dul prej ti shkoj zoti Hamza tha, veç na propozojmë. Dul vetë me loje, se të kështoha diçka po rrim halo, sepse ai tha, na, veç me librez partioke nuk du Albini. Në rregull është. Ai tha nuk du me librez partioke. Ju that e propozon PDK-ja edhe dul me loje. Tash ju ka vështirësu situata sepse ju ka rrit pazari LDK-s. Apo thu. Sot po thoni për herë të parë, zoti Mustafa, edhe unë çudita. Zotri Drenori. Ja thoni qytetarëve që PDK-ja po don me propozu, pa ai nuk kusht domosdoshmërisht, këto sot po e thoni. Sot po e thoni. Hajde që dhe emrin thoni edhe fitoni debatin. Jo, po li emrin. Apo thuj kof për Hajvjosës. Që i ka votat e LDK-s, 15 që ku jemi që tu. Zoti Abdigjiku tha që nuk kemi përjashtim për zonën Osmani. Unë po e lexoj që thanë sot dy deputetë të LDK-s. Është më e rëndësishëm kryetari Lumir Abdigjiku. Vota e individëve. Votat e LDK-s i ka. Domethënë, po që po thënë emët LDK-s e sush ashtu. Just po flas në emët se mi pos votat e LDK-s për hajrë na kohë një mandat i Vjosës edhe ty pesë sa prish mua. Unë po duam. Sot për vete më që ka punu mirë. Po duam i kallëzu qytetarët e Republikës Kosovës. Po. Që Albin Kurti me shëllim nuk po do me bë Vjosa Osmanin. Nuk e kam shqetësimin e Vjosa Osmanit as pak. Se nuk e votoj. Nuk e kam as nuk marr pjesë në proces nëse kandidohet ajo. Nuk e kam shqetësimin e saj. Por po duam i tregoj qytetarët e Republikës Kosovës që taktizimin edhe shmangjen e përgjegjësisë po e bën Albin Kurti. Se dje ka mujt me bë Vjosa Osmanin, mundet me bë sot. Po nuk po do me bë Vjosa Osmanin. Edhe po ka qoftë refuzuese me cilën forcë politike për mos me bë presidentin. Për mos me bë presidentin. Deklarata e Albin Kurtit, kur u dol prej takimit me Lumir Abdigjikun, çka ka thonë? Unë i kam 66 numra, LDK-ja i ka 15 numra, bojnë 81 numra, nuk shkojnë me 81 numra, mu vynë 85-6 numra për me bo presidentin. Nuk i ka të sigurt LDK-ja bre. Vishë të përfundoj, shumë e thjeshtë matematika. Dhe automatikisht na qenë vendin zgjedhje. Çka ka thonë? Tha s'po do me u fuqi politike që ka fitu 50%. Çka ka thonë? I ka përcjell mesazh Vjosa Osmanit, pe di që e ki mbështetjen e LDK-s, po nuk e ki mbështetjen tëm. Se me tëtë të një votë, nëse, a ma mirë pro me shkun qëtë verzion, a me shkun verzionin pa marrëveshje me imponu 2 emra. Albini shqetësimi është, se të shumir i lexojshe këtu, shumir i lexojshe nenet e kushtetutës. Po janë tilla për sot. Fiks shqetësimi është aty. Prokurorin me kop komplet kontroll, ai është qëllimi i tij. Gjykatën me kop kontroll, 100%. Po qytetarët e pedojnë reformën, zoti Tahiri. Qytetarët pedojnë me 50% reformën. Shqetësimi është nuk jalon PDK. Edhe këtu me thonë edhe jyti, edhe mirë kanë. Edhe jyti, edhe i gjithë neve për me mbrojtë demokracinë. Sakt. E demokracia mbrohet me një president Demokracia mbrohet. Që është me gjithë respektin, jo, zoti Drenori, pak më vonë. Jo, imponon tjetë sipas se kandidati i vetvendosës nëse s'ka marrëveshje. Konjufsa apo Osmani? Unë menoj që nëse bjen pe konstelacioni marrëveshja me LDK-n, se me PDK-n ka ra, vani shkon zgjedhje. Po, absolutisht. Kush duhet ta propozoj Po dëgjom. Ato sene deri so zgjedhët prej deputetëve dhe nuk janë vota propozuar, më kanë dush se boni strajtën 80 vetin kuvent, ai nuk zgjidhet. Prandaj të sanë teknike. LDK-ja i thotë rri për Vjosa Osmanin. Jo, vetë sa më thop pse zotin Konjuf sa. Jo, më ndim tash, jo, mos më pyeti, tash unë kërkova mendim. LDK-ja po deklarohet. Zoti Kurti, sipas Xhavit Drenorit, nëse deri pas nesër nuk kemi marrëveshje, a duhet